Në zonën e ujit të ftohtë, si pasojë e një projekti i cili konsiston në rehabilitimin e një pjese të shëtitores, lungomare 2 ka nisur të hidhe mbetje inerte në det. Do të jetë kjo një ndërhyrje e nevojshme, pasi një pjesë e vazhdimit të shëtitores të Vlorës pranë tunelit në ujin e ftohtë ka rënë të rësisht, duke pëstuar aty dëmtime edhe të barierave mbrojtëse. Firma e cila po realizon këtë projekt po punon për rehabilitimin e pjesës të shëtitores, duke bërë që pak nga pak ajo të marrë një pamje të re, funksionale dhe ndryshe nga më parë. Por hedhja e mbetjeve inerte në det dhe mbi të gjitha, furia dhe forca e detit kanë shkaktuar ndër të tjera dhe një sër problematikash, pasoja këto të cilat kanë ndikuar drejt për drejt tek burimi në ujin e ftohtë, ashtu siç ishte paralajmëruar disa ditë më parë nëpërmjet një kronike televizive të transmetuar nga televizioni 6+1 Vlora. Burimi në ujin e ftohtë është tashmë i mbyllur. Qytetarët nuk mund të mbushin më ujë aty. Përgjatë kësaj të shtune, 10 qytetarë të Vlorës dhe jo vetëm kanë shkuar të mbushin ujë, por nuk kanë mundur dot. Me bidonat e boshatisur, ata janë kthyer sërish të zhgënjyer për të parë mundësi të tjera se ku mund të mbushin ujë. Qytetarët tregojnë se burimi është mbyllur nga mbetjet inerte, teksa kërkojnë ndërhyrje në pastrimin e tij, një vend i tepër të domosdoshëm për të gjithë ata të cilët nuk kanë ujë në shtëpi dhe kërkojnë të gjejnë burime të reja. Si kalove? Mirë. Nuk ka ujë. Pse nga me dhe si është blokuar? No komente, jo, nuk ishë. Pse mendon se është blokuar ka stisha? Ku që s'ka mund? Ku gjigje unë? Mos është që të deni uj? Ndoshta, e? Duhet hapur si është e rëndësishme të hapë. Po kush do hapa? Pa një dakor se po kush do hapa? Bidona duhet. Terapi. Terapi, e? Më mira ju i rapit apo këtu? Jo të që e hapurit atë. Një lojan. Dje isha hapur? Dje mbusha unë i hapurit. Po e ka mbushu dalgët e detit. Dalgët e detit e mbushin dalgët. Shkojmë edhe në ana tjetër kemi shumë mbetje inerte që po hidhen tjetër apo jo? Po këto hidhen se do bet lungomarja kjo, do bashkohet kjo. Asfalt ka ndikuar atë? Jo. Dikon fare. Burimin si është? Po do e pasojnë ata gjithmonë. Hapin po. Hapin atë pa tjetër. E dje ishte hapur unë mbusha. Ndërkohë që për shkak të punimeve, edhe deti në zonën e ujit të ftohtë, si pjesë e Lungomares 2, është ndotur nga mbetje të shumta inerte, dhera por edhe balt. Një pjesë e bregdetit ka marrë totalisht ngjyrë të kaftë, i ndotur nga mbetjet inerte, duke ndikuar më pas negativisht jo vetëm në biodiversitetin e zonës, por edhe në jetesën e qindra gjallësave, duke të ofruar mbi të gjitha një imazh as pak pozitiv për këtë pjesë ndërmë turistike të qytetit.